Rezerva Federale mbajti normat e interesit të qëndrueshme mes asaj që shefi i Bankës Qendrore Amerikane Jerome Powell e përshkroi si një ekonomi të fortë dhe rreziqe të zvogluara si për inflacionin ashtu edhe për punësimin. Kjo perspektivë mund të sinjalizojë një pritje të gjatë përpara çdo ulje të mëtejshme të kostove të huamarrjes. Ekonomia na ka befasuar edhe një herë me forcën e saj, tha Powell në një konferencë për mediat, pasi politikë bërësit e Rezervës Federale votuan 10-2 për të mbajtur normën bazë të interesit të Bankës Qendrore në rangun 3.5 deri 3.75% pas një takimi dyditor, duke vënë në duke mbështetjen e gjerë të brendshme për vendimin. Powell tha se Rezerva Federale mbetet e pozicionuar mirë për të vlerësuar se kur ose nëse mund të nevojitet një ulje tjetër e normës së interesit. Mund të ketë kombinime, një numër të pafund kombinimesh që do të na bënin të dëshironim të lëviznim, tha ai, me dobësimin e tregut të punës ose inflacionin që po shkon drejt objektivit prej 2% të Rezervës Federale si dy nga këto mundësi, që nga takimi fundit i politikës monetare të Rezervës Federale në dhjetor, kur ajo miratoi një ulje të tretë radhazit të normës së interesit, rreziqet në rritje për inflacionin dhe ato në rënje për punësimin janë zvogluar, por ende ekzistojnë, tha Powell. Ne mendojmë se politika jonë është në një pozicion të mirë, shtoi ai. Vendimi aktual për normën e interesit, i cili pritej gjerësisht nga tregjet financiare, u zbej gjatë konferencës për mediat pas takimit, ndërsa gazetarët e pyetën Jerome Powell rreth kërcënimeve ndaj pavarësisë së Rezervës Federale dhe nëse ai kishte ndërmend të qëndronte në Bankën Qendrore pasi mandati si kreu i Bankës Qendrore të mbaronte në maj. Presidenti Donald Trump ka kritikuar ashpër Rezervën Federale dhe Jerome Powell për dështimin në zbatimin e uljeve të mëdha të normave të interesit, që presidenti beson se janë të nevojshme për të stimuluar ekonominë. Ai nuk pranoi të komentonte më tej mbi këtë çështje, por kishte disa këshilla për pasardhësin e tij. Mos u përfshi në politikën e zgjedhur, tha Powell, duke shtuar se shefi i arshëm i Rezervës Federale duhet të punojë shumë për të dhënë llogari Kongresit, i cili mbikëqyr Bankën Qendrore.